Nuk duhet të ecni këmbës mbathur në tualet dhe kjo është arsyeja. Do befasueni. Nuk duhet të shkelni këmbës mbathur në tualet dhe arsyeja është serioze. Këmbët e zbathura janë të ekspozuar ndaj organizmave të vegjël që jetojnë në mjediset e nxehta dhe të lagështa, të tilla si dyshemeja e banjos ose pjesa e brendshme e këpucit ose çorapeve kur ne djersitemi. Organizmat që zakonisht shkaktojnë infeksione mikotike në thonjtë e këmbës quhen dermatofite. Fara e kërpullave hyn në lëkurë përmes prerjeve të vogla të lëkurës ose përmes çarjeve dhe mund të shkaktojë gjithashtu probleme të tyre. Më pas, rriten dhe krijojnë vatra të vogla të kërpullave dhe shkatrojnë thonjtë e poshtëm ose edhe probleme të gishtave të mëdhenj të këmbës. Fillimisht, infeksionet mikotike që mund të shkaktohen nga kontakti me këmbët në dyshemen e tualetit të palar mund të krijojnë gjithashtu edhe shqetësimet tuaja më të mëdha. Asnjëherë mos hyni pa shapka në tualet, pasi kështu mund të ndikojë në përkeçimin e imunitetit.